Turizmi dentar në Kukës po merr gjithnjë më shumë zhvillim, duke kthyer qytetin në një pikë referimi për pacientët që jetojnë jashtë vendit. Mjeku shpjegon se turizmi dentar në Kukës ndahet në dy kategori kryesore. Turizmi dentar në Kukës ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë është turizmi dentar që vjen me pacientë huaj italian, gjerman apo zvicerian, dhe turizmi dentar për sa i përket pjesës së emigrantëve të Shqipërisë. Nga emigrantëve të Shqipërisë pak a shumë vazhdon të jetë një trend që vjen edhe pjesën e pushimeve që marrin gjatë verës, edhe pjesa e vitit të ri. Kurse për sa i përket atit pjesës së turizmit që është me të huajt, ai është pothuajse gjatë gjithë vitit. Nuk ka ndonjë sezon të caktuar. Sipas tij, numri më i madh i pacientëve vjen nga Italia, e ndjekur nga Gjermania dhe Zvicra. Pjesa kryesore është pjesa e Italisë, duke bërë një krahasim me pjesën e Tiranës, pjesa e Kukësit, shikoj që ka një trend të ri, pjesa e Gjermanisë edhe pjesa e Zvicrës, ndoshta sepse ndikojnë që pjesa e veriut ka më shumë pjesë në Gjermani dhe në Zvicër sesa pjesa e Tiranës. Që ka pjesa e shoqërimit ndaj të afërme është komplet një veçanti tjetër. Zhvillimi i turizmit dentar po ndikon pozitivisht jo vetëm në sektorin e shëndetësisë, por edhe në ekonominë lokale, duke sjellë më shumë lëvizje në shërbime të tjera si akomodimi dhe gastronomia.